Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari premton zero tolerancë për të gjithë ata zyrtarë të policisë së shtetit, të cilët përfshihen me raste abuzimi me detyrën dhe tolerojnë shkeljet e ligjit deri në rastet më ekstreme të bashkëpunimit me element kriminal. Në policinë e shtetit nuk ka dhe nuk do të ketë vend për askënd që bëhet palë në shkelësit e ligjit, që abuzon me detyrën apo bashkëpunon me element kriminal, tha ministri. Ministri përshëndeti operacionin e një dite më parë në Sarandë, ku Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe vetë Policia e Shtetit bashkëpunuan për të arrestuar drejtues dhe punonjës policie të bërnjëshëm me shkelësit e ligjit. Kjo provë vullneti për të pastruar radhët e policisë së shtetit nga çdo element që cënon ligjin dhe besimin e publikut nuk është e para dhe nuk do të jetë as e fundit, vijon në reagimin e tij ministri. Përgëzime dhe kur ajo leadershipi të ri të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore dhe Policisë së Shtetit, asnjë hap mbrapa, thot ministri. Kreu i punëve të brendshme thekson se në çdo rast abuzimi, duke marrë shkase edhe nga rasti i Sarandës, që nga synbyllja përpara ndërtimeve pa leje e deri te kompromisi me elementet kriminal, reagimi do të jetë me zero tolerancë. Efektivët që tradhtojnë popullin dhe abuzojnë me detyrën do të identifikohen, goditen dhe përballen me drejtësinë, deklaroi ministri Besfort Lamallari.